Donald Trump, njeriu që thot se ka ndaluar 8 luftra për 8 muaj, dhe po njëra prej tyre sipas tij është pikërisht ajo mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë këtij viti, presidenti amerikan e ka përmendur disa herë Kosovën, duke u mburur se ai vetë e ndaloi luftën mes këtyre dy vendeve. Në qershor të këtij viti, në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha para gazetarëve: Serbia ishte gati të shkonte në luftë me Kosovën dhe ne e ndaluam. Sipas tij, gjithçka u arrit përmes marrëveshjeve tregtare. Një deklaratë që menjëherë bëri jehon në mediat botërore. Vetëm pak ditë më vonë, në një tjetër intervistë, Trump e përsëriti të njëjtin mesazh. E ndaluam Serbinë nga veprimi, e ndaluam konfliktin me Kosovën. 2 herë brenda pak ditësh, e njëjta histori me të njëjtin ton, se fal tij u shmang një përplasje mes Kosovës dhe Serbisë. Në gusht të këtij viti, Trump u rikthye sërish me një tjetër deklaratë, këtë herë edhe më të fortë. Ne ndaluam shumë luftra, përfshirë Kosovën dhe Serbinë. Shpëtuam miliona jetë. Dhe së fundi në nëntor, gjatë forumit amerikan të biznesit në Miami, ai e publikoi atë që quajti listën e tij të paqes. Për 8 muaj i dha shfund 8 luftrave: Kosovë-Serbi, Kongo-Ruand, Pakistan-Indi, Izrael-Iran, Armeni-Azerbajxhan, të gjitha. Në total, 4 herë gjatë këtij viti, Donald Trump e ka përmendur Kosovën dhe Serbinë, gjithmonë si shembull të paqes që thot se ka sjellur vetë.